Le të flasim pak për ngarkesat emocionale, çfarë janë këto ngarkesa emocionale dhe si ndikojnë në jetën tonë. Ngarkesat emocionale janë mbetjet e energjisë nga përvojat e kaluara të cilat nuk janë procesuar plotësisht në jetën tonë. Ato mbeten të depozituara në subkonsciencën tonë dhe në kujtesën e trupit dhe na ndikojnë në mënyrën se si ne reagojmë sot. E ja 5 pikat ku tregojnë se çfarë janë ngarkesat emocionale dhe se si ato ndikojnë në jetën tonë. Pra, kur kalojmë një vështirësi në jetën tonë, qoftë ndjenjen e turpit, fajit apo diçka tjetër e cila i referohet anës negative dhe ne nuk e ndjejmë dhe nuk e përpunojmë në moment, kjo tregon që kemi një mbetje energjetike. Sa herë që mundohemi që një emocion ta shtypim sepse nuk kemi forcë apo kohë që ta përpunojmë, ai nuk shtuket, është aty, por për momentin ne nuk po japim rëndësinë e duhur. Pra ky emocion ngrihet në veten tonë të brendshme dhe na shkakton këtë ngarkesën emocionale. 2. Syzet përmes të cilave shohim botën. Ngarkesat emocionale shpesh janë si filtra. Nëse ti për shembull mban një ngarkesë emocionale në lidhje me tradhtinë, ti fillon ta shikosh botën me dyshim. Këto lloj ngarkesash na bëjnë që të reagojmë në të tashmen pa kurrfarë arsyeje. 3. Tensioni fizik dhe ai energjetik. Pra, ngarkesat emocionale nuk janë vetëm mendore, ato janë edhe fizike. I gjithë trupi jon krijon një luftë të brendshme. Dhe këto ngarkesa shpesh shfaqen dhimbje në stomak, peshë trupore, tensioni i lartë apo peshë mbi supe, pra të duket sikur ti po mban gjithë botën në veten tënde. Në spiritualitet, këto konsiderohen si bllokimet e energjisë së meridianeve ose bllokimin e çakrave tona, të cilat nuk e lejojnë që energjia e jetës të rrjedh lirshëm. 4. Reagimet automatike. A i keni vënë re veten që shpeshherë mund të reagoni nga një ngarkesë shumë e vogël ose diçka që ju ka prekur. Pse? Sepse kjo lëviz ose ngacmon një ngarkesë emocionale të vjetër, të cilën më përpara mund ta keni shtypur. Por në fakt, reagimi yt nuk është për ngjarjen e momentit, por është për atë pjesë të cilën e zgjoj që mund të ketë ndodhur në të kaluarën. Dhe 5. Trashëgimia emocionale. Disa ngarkesa për fat të keq nuk janë as tonat. Ato mund të jenë disa ngarkesa emocionale apo frikra, të cilat mund t'i kemi marrë nga paraardhësit tonë ose familjarë përmes edukimit dhe energjisë familjare. Dhe vazhdojmë t'i mbajmë këto çanta të rënda, pa e ditur që në fakt nuk na përkasin neve. Dhe pyetja lind, si ta çlirojmë? Hapi i parë drejt shërimit është ta veshkoni pa e gjykuar. Dhe hapi i dytë është kur të ndjeni një emocion të tillë, filloni të pyesni veten, a është ky një reagim i momentit apo është një ngarkesë emocionale e vjetër e cila është zgjuar në këtë moment?